Ata se prezentimi bëhet prezentimi. Ismail Naiti. Najt, hajde şöyle. Lutëm, po fillojmë. Besoj që jeni gjithë gati. Përshëndetje për gjithë. Uroj mirëseardhje të gjithë të interesuarit që kanë shprehur dëshirë të përcjellin prezantimin e të arriturave të fundit shkencore, të cilat deri më tani nuk janë publikuar në lidhje me procesin e demarkimit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Që në fillim, me lejoni që t'ju them se prezentimi fakteve shkencore do të bëhet në dy mënyra. Njërën do të jetë tekstual, që do ta prezantoj profesori Shkuti Mulliqi, dhe tjetra do të jetë prezantim me anën e teknologjisë informative që do të prezantoj unë. Prezantimi është individual, është rezultat individual i grupit të ekspertëve dhe nuk ka të bëjë asgjë me asnjë grup të interesit, me asnjë parti politike, qeveritare apo jo qeveritare. Jemi të qartë që në fillim, edhe njëherë, të arriturat dhe rezultatet shkencore janë individuale dhe nuk kanë prezentim publik për asnjë institucion apo grup të interesit, çfarë do qoftë ai. Edhe diçka tjetër, pas prezentimit, për shkak të kohës, nuk do të ketë mundësi të debatimit. Ne nuk jemi të interesuar që të hapim debat për rezultatet tona këto dhe komentimet të ndryshme kurdo që është prezent. Çdo i interesuar, si nga mediat, por edhe si nga grupet të ndryshme që dëshirojnë mahallësisht njihen me prezantimin ton ose me të arriturat tona, mund të organizojnë pastaj debate të caktuara në kohë të caktuara dhe në hapësira të caktuara. Me lejoni që në fillim të jap fjalën profesor doktor Shkuti Mulliqit, i cili do të na prezantojë të arriturat shkencore në lidhje me problematikën të cilën e kemi komentuar. Faleminderit kolegu Shpejti, Florim. Të respektuar gazetar, të respektuar pjesëmarrës, deputet të Parlamentit të Kosovës, veçanërisht ju media të shkruara dhe elektronike, faleminderit shumë për kohën që keni ndarë, që bashkarisht të ndajmë këtë hulumtim tonin. Ju jeni dëshmitar të faktit që ne, një grup i mësimdhënësve, profesorëve të fushave të ndryshme, si të drejtës ndërkombëtare, si të gjeodozisë, si të gjeografisë, hartografisë, gjisit, po njëkohësisht edhe historian dhe intelektual tjerë, gjatë krejt këtyre 2 viteve kemi bënë një punë të jashtëzakonshme, e tëra me vullnetin personal tonin, vetëm që ta nxjerrim në shesh të vërtetën e demarkimit mes kufirit Kosovës edhe Malit e Zi. Prandaj edhe ky hulumtim i sotit, edhe këto dhona të cilat ne kemi planifikuar në këtë formë sot t'i prezantojmë para publikut edhe para medias, po thëmë, besoj që do t'jenë të vlefshme dhe do t'ju hyjnë punë atyre që ju intereson. Jo atyre që ju intereson, sepse ne deri më tash kemi ofruar një ser faktesh ndryshme, një mori faktesh ndryshme, por për fat keq të gjitha kanë hasur në vesh të shurdhër, edhe nuk janë fut në proceset të cilat janë duke zhvilluar rreth kësaj çështje. Po vazhdoj drejt për drejti me hulumtimin ton, edhe besoj që në fund të tha dhe kolegu Florim do të kemi mundësi eventualisht ndonjë përgjigje të shkurt, në mënyrë që mos marrim kohën për shkak limiteve që i kemi para. Hulumtimi ynë nuk ka asgjë personale me qarqet politike dhe profesionale,
por vetëm si dëshmi se demarkimi I kufirit mes Kosovës dhe Maltëzi është bërë gabim dhe se rishikimi do të mund të rregulloj bilancin negativ territorial në dëm të Kosovës. Ky hulumtim është në vazhdën e kontributeve në zgjedhjen profesionale të problemit të shkaktuar me rastin e demarkimit të vijës kufitare mes këtyre dy shteteve. Rezultatet e prezantuara për territorin e Maltëzi pas marrëveshjes për demarkim të vitit 2015 paraqesin anomali dhe jo përputhshmëri me realitetin. Në rast të ratifikimit kësaj marrëveshje në Parlamentin e Kosovës, Mali Zi do të rritë sipërfaqen e tij. Shikuar historikisht, Mali Zi, sipas të gjitha publikimeve të entit federativ për gjeodozi të ish-Jugosllavisë dhe instituteve gjeodozike të Malit të Zi, nga viti 1945 deri në vitin 2015, kishte më pak sipërfaqe se sa pas këtij demarkimi. Sipas të njëjtave rezultate, edhe pas demarkimit të kufirit, Mali Zi duhet të kishte 13.812 km². Pra, pas nënshkrimit të marrëveshjes, rezulton të ketë më shumë. Mali Zi, historikisht, edhe gjatë gjithë kësaj kohe, në gjitha organizatat ndërkombëtare, Kombet Bashkume, Bashkim Evropian, NATO dhe një sër organizata tjera ka aplikuar dhe është pranuar duke u vetë prezantuar si shtet me sipërfaqe prej 13.812 km². Qëllimi I këtij hulumtimi ka të bëjë me deshifrimin e gabimeve në demarkimin e kufimit të Kosovës me Malin e Zi, bazuar në matjen e sipërfaqes së dy vendeve. Kjo do të vërtetoj mos demarkimin e kufirit sipas raporteve të madhësisë së territorit në për të kaluarën historike pas luftës së dytë botërore. Edhe pse demarkimi I vijës kufitare mes këtyre dy shteteve nuk është bërë sipas delimitimit të parë, dhe se këtë e kemi vërtetuar disa herë me fakte hartografike, prap u paraqit nevoja që me fakte sekondare të vërtetohet humbja e territorit të Kosovës në raport me Malin e Zi. Shpresojmë se me këto rezultate origjinale dhe të bazuara në fakte zyrtare, shtetërore të publikuara gjithandej, do të binden të gjitha strukturat relevante në humbjen e territorit nga njëra palë dhe rritjen e territorit nga pala tjetër. Matja sipërfaqes së një shteti nuk detekton sakt demarkimin e vijës kufitare, por me që interesimi I strukturave qeveritare të Republikës Kosovës ishte verifikimi I demarkimit të drejtë të kufirit mes Kosovës e Malit të Zi, me matjen e sipërfaqes Kosovës, ne vendosëm të analizojmë territorin e Malit të Zi me të njëjtën metodologji që këta kanë punuar. Që të arrihen rezultatet vërteta dhe të pamohura, është përdor metodologjia e matjes, llogaritjes së sipërfaqes së dy shteteve, poligoneve më poshtë, me ndihmën e GIS-it. Në këtë hulumtim, janë përdor hartat publike zyrtare të dedikuara për llogaritjen e tërësisë territoriale të një shteti, nga të cilat janë detektuar hiç më pak se 54.065 pika me koordinata X dhe Y për gjatë tërë vijës kufitare të Malit të Zi. Distanca mesatare mes pikave është rreth 51 metra. Keni parasysh, 51 metra, në çdo 51 metër të vijës kufitare të Malit të Zi, kemi të piketuar X-in dhe Y-in e kësaj sipërfaqe. Këto harta janë publike dhe zyrtare të qeverisë së Malit të Zi, të publikuara përmes drejtorisë së patundshmërisë së Malit të Zi. Për verifikimin e rezultateve të arritura, janë përdor 861 harta publike zyrtare të Malit të Zi. Edhe njerë po ju përsëris, 861 hartë publike zyrtare të Malit të Zi për gjatë tërë vijës kufitare të Malit të Zi. Pikat janë lidhë me styre, me segmente dhe është fituar poligoni I Malit të Zi në 2 nivele. Në nivelin e parë, Mali Zi paraqitet sipas vijës së demarkimit të vitit 2015, domethënë këtij projekti që ka ardhur edhe po tenton të sillen kuvendit e Kosovës, ndërsa në nivelin e dytë paraqitet sipas delimitimit të parë të vitit 1945-46.
Po ashtu, me të njëjtat parametra është marrë edhe është llogarit edhe territori i Kosovës. Që të arrihen rezultate në përputhje me të gjitha matjet dhe punimet hartografike të kohës, jemi bazuar në të gjitha parametrat ligjore dhe zyrtare të ish Jugosllavisë. Për bazë kemi marrë projekcionin hartografik të njëjtë, kemi marrë elipsoidin e njëjtë, datumin e njëjtë, si dhe CM-in ose meridianin qendror të njëjtë, S-faktorin ose faktori shkallës së deformimit e kemi marrë të njëjtë. Në aspektin shkencor, kjo mundson fitimin e rezultateve të njëjta me periudhën e delimitimit të parë të njësive administrative në ish Jugosllavi dhe detektimin e anomalive të ndryshme nëse shfaqen ato. Gjithashtu, kemi marrë për bazë të gjitha publikimet për sipërfaqen e Kosovës dhe Malit të Zi nga ato shkencore deri te ato zyrtare. Verifikimin dhe vërtetimin e rezultateve të arritura e kemi bërë me teorinë e bulit, duke futur në raport 2 poligonet me sipërfaqe zyrtare. Rezultatet. Pas analizës së të dhëna mbi sipërfaqen e Kosovës dhe Malit të Zi, u konstatua se Mali Zi gjithherë paraqitet me të njëjtën shifër, ndërsa sipërfaqja e Kosovës me shifra të ndryshme, prej 10.800 km2 deri në 11.000 km2 në për etapa të ndryshme historike të zhvillimit të saj. Më këtë mund të konstatohet se sipërfaqja e Malit Zi është lehtë caktohet, sepse nuk ka pas në asnjë periudhë kohore ndryshim përveç asaj sipërfaqe ose shifre zyrtare që është dhënë për gjitha literaturat shkencore dhe profesionale. Ndërsa për sipërfaqen e Kosovës duhet më shumë analiza tekstuale dhe grafike në për periudha të ndryshme kohore. Mas kësaj, po ju njoftoj juve media të respektuar, po edhe ju auditorium i respektuar. Për territorin e Kosovës nuk do të publikojmë vlera të sakta për 2 arsye thjeshta që i kemi më poshtë. E para, për shkak të mos demarkimit të vijës kufitare të Kosovës me shtetet fqinje, në këtë rast Serbinë dhe Shqipërinë, po veçanërisht me Serbinë, që në të ardhmen do të sjell probleme në mos përputhjen e tyre, dhe 2, mos krijimi i kushteve të papërshtatshme për palën kosovare në rast të bisedimeve në të ardhmen mes Kosovës dhe Serbisë, e që do të rezultonte në mos pajtim me vijën e propozuar kufitare. Kjo do të sillte në pozitë keqe Komisionin e Kosovës për demarkim, nëse sipërfaqja nuk do të dalë e njëjtë me këtë të publikuar tani. Ne nuk dëshirojmë të marrim një përgjegjësi tillë spaku në këto momente. Përgjegjësinë le ta marrin kush don, por ne nuk do ta marrim, vlerat i kemi, shifrat i kemi, por do të mbesin tonat, deri në momentin kur kryhet demarkimi me Serbinë. Rezultatet e arritura për territorin e Malit Zi janë sa të sakta, ashtu edhe të tmerrshme. Pas procesit demarkimit kufirit të Kosovës me Malin e Zi dhe në rast të ratifikimit kësaj marrëveshje në Parlamentin e Kosovës, Mali i Zi do të rritë sipërfaqen e tij. Shikuar historikisht, po përsëris, Mali i Zi sipas gjitha publikimeve të entit federativ për gjeodozi të ish Jugosllavisë dhe institucioneve gjeodozike të Malit të Zi, nga viti 1945 deri në vitin 2015, kishte 13.812 km2. Kjo vërteton se Mali i Zi asnjëherë nuk ka publikuar vlera tjera të sipërfaqes së saj, sepse nuk i kishte. Sipas këtyre rezultateve dhe pas demarkimit kufirit Kosovës me Malin e Zi, ky i dyti duhet të kishte 13.812 km2. Por pas nënshkrimit të marrëveshjes rezulton të ketë më shumë. Duke krijuar poligonin e shtetit Malit Zi mbi bazën hartografike zyrtare, është arritur të vërtetohet se ky shtet rrit sipërfaqen e tij bazuar në vijën kufitare të demarkimit të vitit 2015. Bazuar në këtë, Mali i Zi do të rritë sipërfaqen e tij nga 13.812 km2 sa ka pas historikisht në 13.882.24 km2, apo
këthyrë në shifër 70.24 kilometra ma shumë në këtë gjendje që është. Këtu nuk është marë për bazë shkputja e vendbanimeve nga Mali i Zi dhe bashkimi me Bosnjën dhe Hercegovinën në vitin 1949, që është fjala për 2 vendbanime, Kuçevo edhe Vučevo. Këtu del mos përputhja e vlerës së humbjes të sipërfaqes e Kosovës me vlerën e rritjes të sipërfaqes së Malit të Zi. Nëse për bazë marrën vijën kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi, sipas delimitimit të vitit 1945-46, Mali i Zi do të duhet të kishte prap 13.812 km2, apo aq sa i kishte gjatë tërë periudhës kohore nga 45 deri në vitin 2015. Më këtë, mund të konstatohet se delimitimi i parë i vitit 45-46 ishte i drejtë dhe sipërfaqja e Malit të Zi ishte llogaritur sipas këtij delimitimi, ndërsa sipas demarkimit të vijës kufitare mes këtyre 2 shteteve, në vitin 2005 Mali i Zi do të arrijë sipërfaqen e tij për vlerat që i kemi cek më herët. Shikuar historikisht, procesin e demarkimit të kufive të Malit të Zi me shtetet fqinje, pa Kosovën, nuk mund të konstatohet ndonjë problem apo mosmarrëveshje. Kjo determinon faktin se Mali i Zi nuk ka asnjë lëvizje të vijës kufitare në dëm apo dobi të territorit të tij. Nga kjo mund të konstatohet se rritja e territorit të Malit të Zi është bërë vetëm në drejtim dhe dëm të territorit të Kosovës. Ne nuk kemi hasur në ndonjë fakt tjetër që do të arsyeton të rritjen e territorit të Malit të Zi nga 13.812 km në 13.882.44 km apo 70.24 km ma shumë. Përfundim, metodat e aplikuara shkencore, parametrat hartografik zyrtar dhe ligjor të kohës, programet profesionale aplikative, kompjuterike, shënimet zyrtare për sipërfaqen e territorit të Malit të Zi kanë krijuar mundësinë e arritjes së rezultateve eksakte dhe të verifikuara nga kushdo dhe kurdo. Bazuar në shkallën e lartë të saktësisë dhe shkallës së lartë të besueshmërisë së të dhënave hartografike zyrtare, si për Kosovën ashtu edhe për Malin e Zi, u konstatua se Kosova humb territor, ndërsa Mali i Zi rrit sipërfaqen e tij eksakt për 70.24 km2. Mos përputhja e humbjes së territorit të Kosovës me vlerën e rritjes së territorit të Malit të Zi buron në transformimin e projeksioneve hartografike dhe shkputjes së disa vendbanimeve nga Mali i Zi në vitin 1949. Mendimet e teorisë e Bulit, detektimi i vijës reale të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi është i lehtë dhe bens. Nëse territorin e Malit të Zi e shtrim në drejtim të Kosovës deri tek vija kufitare, sipas hartave topografike 1.50.000, Mali i Zi do të ketë sipërfaqe 13.812 km2, me sipërfaqen e vendbanimeve që janë shkputur nga Mali i Zi në vitin 49. Domethënë, ashtu siç është publikuar vazhdimisht nga institucionet shtetërore, federative dhe republikane të ish-Jugosllavisë. Nëse territorin e Malit të Zi e shtrim drejtim të Kosovës deri tek vija kufitare, sipas propozimit për demarkim të vitit 2015, sipërfaqja e Malit të Zi do të rritet, domethënë nuk ka përputhje me vlerën zyrtare të publikuar nga institucionet relevante federative dhe republikane. Nëse strukturat relevante, publike dhe shkencore të Kosovës, pas matjes së territorit, këmbgulin se Kosova nuk humb dhe territor, do të kenë shumë të vështirë të arsyetojnë rritjen, zgjerimin e territorit të Malit të Zi, kur dihet se demarkimin e kufirit e Malit të Zi me shtetet tjera kanë përfunduar pas një problem, ndërsa ndarja nga Serbia është bërë sipas marrëveshjes dhe pa asnjë fërkim territorial. Jemi të gatshëm që të gjitha këto rezultate në detajet i prezantojmë para çdo strukture politike, profesionale, media apo grupeve të interesit, në grupe apo individuale, me dyrë të hapura apo dyrë të mbyllura, në çdo kohë dhe në secilin hapësirë. Për analizat e mëteme, verifikimi apo modifikimi, jemi të gatshëm në çdo kohë të ulmi me gjithë ekspertë e profesionit të ngushtë me problemin, si për shembull hartograf, geodet dhe njohës të gjeoinformatikës, pas një formë me ata të cilët nuk marrin erë në këto probleme.
Shpresojmë se këto rezultate më në fund kanë sqaruar në detale rrjedhën e demarkimit të vijës kufitare mes Kosovës dhe Malëzi, bilanci negativ i kembimit territorial buron nga hartat e para pas delimitimit të njësive federative të ish Jugosllavisë të vitit 45-46, ashtu edhe nga publikimet zyrtare të shifrës së sipërfaqes së Malit të Zi nga viti 1945 deri në vitin 2015. Për detaje tjera, teknike dhe hartografike, do e lutësha profesor Florimin, që tash në mënyrë vizuele të shihni gjitha këto rezultatet arritura. Për qenë që ne do të bëjmë një prezentim të pjesës grafike, pamore, vizuale, të situatës për ta kuptuar më lesë që ka ndodhur, besoj që teknika na punon, unë të ngritem me këmbë dhe në formën e prezentimit që ishim mësuar edhe në ligjërata ta themi të vërtetën mbi rezultatet e arritura shkencore. Po? Atëherë leç. Mirë, nëse është problem për mikrofonat e mediave, po tentojmë kështu ulun, po në rastet të caktuara ndoshta duhet të ngritemi pak kam që bisedojmë të sqarojmë më mirë. Mirë. Ju mediat, po edhe të gjithë të interesuarit edhe të gjithë të interesuarit të tjerë që kanë qenë me tregosht në atë debatin publik që është caktuar nga Kuvendi i Kosovës, ne si grupi ekspertët pavarur për herë të parë kemi prezentuar vijat kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi dhe kemi dëshmuar që pas vitit 1945 në format të ndryshme që nga ndonjëherë janë edhe të pasqaruara mirë, ekzistojnë 3 vija kufitare që aplikohen në dokumentet zyrtare. Do thotë ekzistojnë 3 vija kufitare dhe këtë kemi sqaruar atëherë. Unë shpejt do të kaloj mbi dokumentacionin të cilin e kemi sqaruar atëherë sepse nuk kemi më nevojë të bisedojmë për diçka të cilin e kemi argumentuar ka gati tash 2 vite me radhë. Por duhet ta keni një të qartë. Sepse po manipulohet jashtëzakonisht shumë me materialin grafik dhe hartografik. Këtu më tepër e kam brengën tek strukturat politike, sidomos tek deputetët, sepse duke folur nga distanca ose duke publikuar diçka dhe duke shfrytzuar emrin e vet personal çdo njeri, po tenton pjesën grafike dhe hartografike ta dëshmoj si pjesë e në përputhje me katastrin e që nuk është e vërtetë. Këtë mund të vërtetojnë gjeodetët, të mund të vërtetojnë hartografet, pse jo edhe gjeografet, por nga ndonjëherë po na dalin të dobë dhe po na shtramojnë rezultatet. Me dëshira po pa dëshirë, me qëllim apo pa qëllim nuk po mund me kuptu. Kjo është vija e parë kufitare sipas delimitimit të vitit 1945-46. Ka dallim prej vijave tjera kufitare, po tentojmë me maus me tregu me s'po mundë me ngrit në këmbë për shkak të mikrofonave. Shifet se është në një formë të formë harkore. Ka dallim prej vijave tjera kufitare. Se cila hartë që prezentohet dikun, kur të keni harta në dorë, nuk është më rëndësi ku shkruan çakar. As pak s'është më rëndësi, a shkruan djata, pikës, majta, pikës, lart, poshtë. Kjo është e lejuar në hartografi. Ku është vija? Ku është pika që prezanton qafën e çakorit? Ajo është më rëndësi. Dhe nëse shiqoni këtë hartë, let mund të shihni që në pjesën ku është katrori me të koq edhe katrori me të kaltër, janë 2 hapësirat kardinale të cilat dëmtohen me demarkimin e ri. Kjo është harta numër 1, e kemi quajtur harta numër 1 sepse është harta e parë sipas delimitimit të vitit 1945-46. Shiqoni dallimin tash. Kur shkojmë te harta numër 2, që prezantohet jashtëzakonisht shumë në Kosovë, mungon vetëm pjesa e kuqja, pjesa poshtë, vetëm bjelluha mungon. Kjo këto është bjelluha. Pjesë tjera, shiqoni, prej Vaganicës dhe duke shkuar nga Mokra, Hajla, përmes qafës e kullës së Zhlebit, nuk modifikohet asnjë pjesë e vijës. Dhe këtu bëhet, s'po di si me zgjedh një fjalë më të butë, këtu tentohet më tepër të dezinformohet opinioni se kjo është hartë ose material hartografik i cili është në përputhje me materialin hartografik ose materialin katastral.
Dallimi është vetëm në pjesën e poshtme. Dallimi është vetëm në këtë pjesën ku po dihet mausi nëse po shihet pa. Vetëm kjo pjesa e bjelluhës. Asgjë tjetër nuk i mungon. Kjo hartë madje me garancionet e plotë tham që është edhe në stemën zyrtare edhe në flamurin zyrtar. Nuk di si ka hyrë ato. Por mund të spekuloj se ato ka hyrë për shkak se përdoret më shumë ti kjo hartë. Çdo njeri për juve, çdo njeri për njeve, që kemi mësuar gjeografi dhe kemi pas një hartë të krahinës socialiste autonome të Kosovës 1,5 metra në muri, është mu kjo hartë. Do të thotë me është përdor shumë, me siguri edhe personi i cili ka dizajnuar stemën zyrtare dhe flamurin zyrtar e ka shfrytzuar këtë hartë dhe kjo hartë ka mbetur në stemën zyrtare dhe flamurin zyrtar. Ndërsa sipas demarkimit tjetër dhe demarkimit të ri 2015 harta ndryshon edhe në pjesën e kaltërt. Domethënë edhe te katrori i kaltërt, shiqoni çu që kena një thyrje, shiqoni tash çu ndryshon, po një hark brenda territorit të Kosovës. Shiqoni aty kena një thyrje që është deri në 4 kilometra larg kufirit të ri, 4 kilometra diçka distanca ajrore, ndërsa kur shkojnë atë harta numër 3, te harta që po tentohet të ratifikohet, bëhet edhe harkore. Por ka edhe diçka që dallon juve që për mi kuptu hartat mirë, që po bëjnë dezinformime mbi harta. Ka edhe diçka që dallon shumë. E ajo që dallon shumë mes 3 hartave, shiqoni këtë hartë dhe shiqoni këtë hartë. Ne kemi quajtur me një term pak a shumë ndoshta të keq kështu, po s'kem çka të bëjmë, e kemi quajtur kaçepi i ri. Po e shihni një rreth që nuk ekziston në harta tjera. Shiqoni. Kjo tregon që këtu kemi Vaganicën, këtu kemi kaçepin e ri 4 km, 3 km e gjysmë prej Vaganicës. Do të ka është fut mbrana. Kështu kuptohen hartat. Kur ti shiqoni hartat dhe kur dikush ju prezanton harta, se edhe me këto harta po dëshmohet që çakorri është jashtë, kulla është jashtë, mjafton të shiqoni formën e hartës në këto pjesë. Ku është katrori me të kaltër dhe ku është katrori me të koç. Dhe këtu nuk gaboni kurrë. Pa marr parasysh se kush shkruan kull, kush shkruan çakor, kush shkruan Vaganicë, kush shkruan. Janë shenjat hartografike që tregojnë pozitën, jo emni, se emni është i gjatë. Mundet me kon çakori i Muslim Pashaj. është emër një gjatë dhe mund të merr një sipërfaqe gjatë ose një distancë madhe për të shkruar. Po pika ku prezantohet është më rëndësi. Këto e kemi bërë për arsye se kemi vret në debatet e fundit, pa të keqe me askën, që është prezantuar edhe kjo hartë. Dhe nëse shkoni sot shiqoni materialin, prapë keni me pa këtë hartë. Dhe thotë se është hartë sipas katosit. Jo, nuk është hartë sipas katosit. Kto është Vaganica mrena. Këto janë burimet e lumbardit e pjesë, ona pjesa veriore, janë mrena territorit të Kosovës, që kanë mbetë jashtë me demarkimin e ri. Këtu kulla e Zhlebit është mrena. Zhlebi, gjithë pjesët e tjera janë mrena. Po shihet qartë. Vija me të kaltërt është vija sipas demarkacionit të ri, ndërsa vija tjetër është tregon. Këtu mungon vetëm bjelluha. Dhe distanca mes qafës së çakorit, ku është ajo shtëpiza ato. Dhe Vaganicës nuk është më shumë se 1 kilometër dhe nuk është më shumë vija kufitare në distancë më të largët se 1 kilometër, që duhet të analizohet mirë shkalla grafike për të mund të analizuar pse ka shkuar ashtë larg. Por jo të manipulohet me opinionin dhe thuhet se kjo hartë nuk e ka as Vaganicën mbrana, nuk i ka as burimin. Jo, i ka të gjitha. Dhe kjo është harta që është përdor gjithandej në për të gjitha kohët, në të gjitha që kemi mësuar. Dhe duhet ta kemi të qartë se hartat të cilat i kemi mësuar dhe kemi prezantuar nuk korrespondojnë me sipërfaqen e cila është prezantuar. Tash do të shohim më vonë pse nuk korrespondojnë. Është prezantuar para pak ditësh, kom pa një hartë, po shoh profesorin Mujto që është edhe prezant edhe mësimdhënës në fakultetin tonë, e një mësimdhënësit në departamentin të gjeografisë gjuhës serbo-kroate Bojko Bojović. Dhe thotë edhe harta e Bojko Bojovićit, nuk e kom marrë, na i kemi këtë literatura, po kur si kom marrë as me dëshmu që këto territori janë mbrana Kosovës, sepse nuk ka ndonjë relevancë të madhe shkencore. Por me që është prezentu në opinion, vetëm sa për ta demantuar pak se kjo hartë është harta 2, hartës të cilës i mungon vetëm bjelluha, pellgu i bjelluhës. Por nuk i mungojnë pjesët veriore të lumit të lumbardit të pjesë, por nuk i mungon as Zhlebi, nuk i mungon as kulla, nuk i mungon. Do të thënë, është një hartë
e punuar me dorë, po shihet që është e punuar me dorë, nga një nuk e di tash është gjalla ka vdek, një punëtor tek një profesor, një gjuhës e bërkote, Bojko Bojovici, por që nuk është në përputhje të plot me vijen e demarkimit të ri, por nuk është në përputhje të plot edhe me vijen e zonave katastrale ose të kufirit sipas zonave katastrale. Ne nuk e kemi përdorur, kemi pasur një qëllim gjatë gjithë kohës, që 2 vite që punojmë, kemi pasur vetëm një qëllim, që autorët shqiptar mos t'i citojmë dhe mos t'i fusum në kuadër të kësaj problematike, sidomos ata që janë të vdekur. Për arsye mos keq interpretimit të punës profesionale shkencore të tyre nëpër media apo dikon tjetër. Po mes që është prezantuar disa herë një hartë e viteve të 60-ta të akademik Mark Krasniqit, ne nuk komentojmë shkrumje se si shkruhet, ose ku shkruhet çaka, ku shkruhet çaku. Por e kemi gjë referencu. Në sistemin e GIS-it, në sistemin shkencor që ne i përdorim, aplikativ shkencor, shkalla gabimit është e vogël kur gjë referencojmë pa marrë parasysh sa shkalla e hartës. Dhe kur e kemi gjë referencu, kemi pa që kësaj harte nuk i mungon kur gjë. Është sipas delimitimit të vitit 1946-46. Dhe ftoj çdo person që ekziston diku në Shqipëri dhe në Kosovë, pse jo edhe jashtë, që din GIS, le ta gjë referencoj dhe le ta shef. Sipas shkafit është kjo hartë. Nuk është në përputhje me vijen katastrale. Dhe nuk është në përputhje as me hartën numër 2 që i mungon Bjelluha. Ka me Bjellu, ka me Çakar, ka me Vaganic, ka me Zhlep. Shqoni, vija e kaltërt është vija që po pretendohet të jetë demarkimi i vitit 2015. Ndërsa vija Kuq është vija e vitit 1946-47. Sipas cilave po përputhet. Ja shiqoni vija të ndërprerjen të hartës. Përputhet me të Kuqen, që do të thonë përputhet me atë që është 1946, 1945-46 fami. Kemi prezantuar materiale të ndryshme hartografike dhe kemi pa që shumica kanë tentuar të manipulojnë me materialet hartografike që kemi prezantuar. Është një hartë, një prej hartave më kualitative që është punuar një herë në ish Jugosllavi. Për këtë ish Jugoslavi është punuar kjo hartë. 1.300.000, shumë e madhe, një me Moskovë sa kjo dhomë, shumë e madhe. Por, përmeshtinë e enciklopedinë e Jugosllavisë e kanë prej në plansheta, thuhet. Po thamë në formë të madhësisë formatit A4, për me mujtë gjitha këto mi pa. Kosova dikon i ka 7 plansheta, kështu i kam të gjitha planshetat, po e kam marrë vetëm peja, kjo është plansheta e pejes. Është tentuar të thuhet se është një hartë në enciklopedi, një hartë e ushtrisë ruse që është punuar për diçka. Jo, nuk është hartë e ushtrisë ruse, është hartë ekspertëve më të mirë hartografik që ka pas ndonjëherë ishte Jugosllavia. Kto e kam qitë sot, vetëm sa për tregu që nuk është ruse, nuk është e ushtrisë ruse, është mashtrim. Është hartë zyrtare, profesionale, e futur në enciklopedi e ishte Jugosllavisë me shkallë të mesme, me 300.000, e që në shkencë thuajnë shkallë e mesme, besueshmëri e mesme, shkallë e lartë, besueshmëri e lartë, shkallë e vogël, besueshmëri e vogël. Domethënë, është një prej hartave më të mira të kësaj shkallë të punuar atëherë. Kjo tregon qartë, vija me të zeza, nuk kam pas dëshirë me mlue, kam lë origjinalin. Vija me të zeza jep kufirin e delimitimit 45-46, ndërsa vija me të kaltërt është vija nëse demarkohet ose nëse ratifikohet marrëveshja. Shiqoni pjesën e sipër më lart të kulla e Zhlepit atje. Sa është distanca, çfarë hapësire fitohet, edhe shiqoni te Çakori se çfarë hapësire. Po ngritna kam vetëm me prek me dorë dhe pak punë. Këto është Bjelluha, këto është Çakori në kufi, këto është Bjelluha me gjithë pjesën tjetër dhe këto është Zhlepi. Kjo distancë hub, kjo sipërfaqe hub nëse ratifikohet dhe kjo sipërfaqe këtu hub nëse ratifikohet. Çka ku vjen poshtë Koqishta. Kjo është ajo. Janë mon materiale po thuhet shkencore të autorëve të ndryshëm në shkollë shumë të vogël punuara me dorë në revista të ndryshme, po s'po merren për bazë ato që janë zyrtare dhe ato që janë punimeve, publikimeve shkencore që është shërby i gjithë komunitetit shkencor, për enciklopedive të ndryshme, leksikografive të ndryshme, etj. Jo, visa për me ilustru. Jo keni keni ndëgju, ne s'kemi desht me shfrytzu, se gjithmonë kur dikush në institucion nuk ka desht me shfrytzu materialin e vet, ne nuk e kemi shfrytzu. Jo keni për shembull, edhe profesori i respektuar Murat Mijakër ka punu hartën, s'ka desht me shfrytzu, as nëse kemi shfrytzu kur. Do të thonë, ka heq dorë vet.
por me qenë se në fund tash në komision prapë ngrit dyshimi për humbjen e parcelave të pyjeve, të menaxhuar nga agjencioni i pyjeve të Kosovës, dhe ata vetë po thojnë, na i menaxhojnë, na s'po thojmë, na veç e kemi gjetë hartën. Kjo është harta e parcelave të pyjeve që po humbin. Ka një sipërfaqe për 614 hektarësh, po thojnë, po nuk po du mu morën me atë, nuk është çështje ime, është çështje e drejtorisë ose agjencionit për menaxhimin e pyjeve. Vetëm kjo me gjelbër që është mbyllur, mbetet jashtë avijës së Mojtas Juve, mbetet jashtë avijës së Kalte, që do të thonë mbetet me Molinezi. Kjo është që na ka shti neve për me motë të teritorin e Kosovës, është një hartë zyrtare e lejuar për publikim dhe shfrytëzim nga qeveria e Molinezi dhe shfrytëzuar gjithandej në ish Jugosllavi. Ne e kemi marrë vetëm për me tregu se gjitha janë mbrenda. Edhe kufiri është në Qakor, Bjelluha është mbrenda, pjesa veriore e burimeve të Lumbardit e PS janë mbrenda, Zhlebi, kulla Zhlebit e tjera janë gjitha mbrenda. Dhe bas tyne, ne kemi ardhur deri te një ide. Dhe ideja ka qenë kjo. Hajde të motëm Kosovën dhe Molinezi. Të motëm këto dy shtete, që ne në shkencë i bojmë poligone, dhe të shofëm a kemi të drejtë që po thomi po hub Kosova territor. Sepse nëse keni përcjell gjithkush po thot Kosova, dhe ju kur po dilni po ju shoh në për debate publike juve nga politika, kur po dilni kur po ju bëjnë pyetje e territori që po hub ku po shkon, po jetni s'po dini me thon. Jo. Shiqoni shumë thjesht është kjo. Ne kemi desh me vërtetu këto. Nëse kemi thonë Kosovës pi hub 82 km2, ku po shkon ai 82 km? Neve na kanë kërcënuar, keni mi gjetë ata 82 km2. Na i gjetëm. 82 km2 që po hjeket Kosovës. Kjo me të kuqë është 82 km2. Kosova është në anën e djathtë për juve, Molizi në anën e majt. Molizi gjithmonë i ka pas 13812 km2. Kemi hulumtu natë e ditë. Kemi që një vit që punojmë këtë problematikë. Kemi hulumtu natë e ditë për me gjetë ndonjë shifër tjetër. A është publiku ndonjëherë? Jo me mashtru opinioni. Nëse u publiku me thonë, po mëre Molizi kish pas, një farvakti kish pas kilometra më shumë. Por jo, 13.812 gjithmonë e kemi gjetë. Dhe bazuar në këtë, ne kemi thonë, hetë shofëm Kosova, a ka pas gjithmonë këtë sipërfaqe. A ka pas, se në për libra e keni po 10.887. Mandej na thonë 10.905. Por nëse shiqoni literaturat dhe nëse shiqoni botimet ndryshme, keni me pa ndryshime në sipërfaqe. Shiqoni në altë prej 10.800, është një libër Kosova. Gjithë e keni atë libër, është libra e pare botune, edhe është trashi, ka dikon një 600 faqe, është këtë Kosova në ta e përshkrune, atje është 10.800, ka dhe tjera 10.800 Kosova socialiste, pastaj tjetër ekonomia e Kosovës e tjera që janë, përmes 10.887, deri në 11.000 km2. Madje është një botim i organizatës e Kombeve të Bashkuara, nëse s'gaboj e pas nafshis që kom lënë, ku thot, jo, e paskum water supply issue Kosova, po thot 11.500 km2. Do të thonë, kjo na e ka dhënë të kuptojmë neve se Molizi e ka një sipërfaqe, me sipërfaqet Kosovës është spekullu shumë, është lujt shumë, herë këto, herë ato, herë më atë madhe, herë më atë vogël, dhe neve kemi thënë, hajde të mosëm pra të shofëm se këtu diçka ka. Serbia, vetë Serbia, po edhe Molizi dhe tjera, po e përmeni Serbinë se është pak si ma interesante, gjatë bisedimeve për demarkim, zyrtarisht ka publiku sipërfaqen e Kosovës për 10.939 km2. Zyrtarisht. Deri sa ka përfundu demarkimi, gjithmonë ato. Në dhoni ka dhënë sinjal dikujna se kjo sipërfaqe duhet kërkohet, jo ma pak. Po sido që tjetë, ne zbazohemi në dhonat të Serbisë, nuk po në interesojnë ato. Se aja vetat nuk i publikon kur. Gjithmonë e lënë me një fusnot, edhe thot, pasi që të demarkojmë gjithë kofeta tjera matje prezise, atë ndi dole me shifrët e saktë. Kjo nuk është e saktë. Kjo një shiqoni ashtu thojnë. Nëse është të tillë, atëherë kemi thonë, hajde të shohim gjejmë metoda dhe mënyrat më të sakta të mundshme të matjes së malit të zi. S'kemi bë kur gjë antiligjore. Kemi bë vetëm shkencore. Kemi shfrytzu, po e potencoj 2-3 herë që me majtë men mirë se dikush mund të më na akuzu, me thonë pse po përzini të Molizi. Kemi shfrytzu, publikisht po e thamë, të gjitha materialet hartografike, publike, por tepër zyrtare të malit të zi. Po e potencoj edhe herë për ta kuptuar më mirë kush do me kuptu.
kemi shfrytzu materialet publike, zyrtare, tepër të sakta të malit të zi. Pse po tham tepër të sakta? Është keq me thonë në këtë punë. Por po du me thonë se ata që dojnë me verifiku rezultatin tonë, mund t'i qasën këtyre rezultateve. Shishoni, kemi një vi ku mund dikush ta vërtetoj rezultatin tonë, që është 1/2500. E 1/2500, shkenstarisht gabimi është, shkenstarisht po foli, gabimi është që është llogaritën tër botën, 0 plus minus 0.1 milimetër herë shkalla hartës, që po na bjen këtu 2 metra. 2 metra e gjysmë. Nëse kemi bën ndonjë gabim. Është një vi jashtëzakonisht precize që shifet në ortofotot dhe është vi zyrtare. Këtë vi se kemi vizatuar në shpejtimin. Këtë vi nuk e ka vizatuar një profesor i malit të zi, këtë vi e ka vizatuar shteti i malit të zi. Dhe pasoj vije që ndronë shteti i malit të zi. Kjo është saksia. Saksi tjetër që kemi deshtë dhe që mund të dhëjmë çdo kuj që dëshiron të verifikoj rezultatet tona, është kjo 1/5000. Ku shihen të gjitha parcelat dhe si përputhen parcelat me vijen e jashtme të territorit të malit të zi. Ajo me zeza e në parcelat, nëse shifet, po shifet, ndërsa vija e kuqe që preket me një vijë të zezë, është e kuqe, po vija e zezë është mbi, është kufiri i jashtëm i malit të zi. Që t'jemi ma serios në punën tonë dhe që mos lojmë hapësirë të debatit negativ ose kundërshtues për punën tonë, kemi shfrytzu edhe hartat topografike me 25.000 zyrtare të malit të zi ku e ka hudhë vetë mali zi kufirin. E në këto harta është hudhë dhe demarkacioni i ri, vija e demarkacioni. E keni parë në për portale, e kanë botue një sa 6-7 harta, s'po disa mes Kosovës dhe malit të zi, ku e kanë vu një vijë të kuqe me koordinata. Këto janë ato harta. E kemi marrë edhe ato. Kemi marrë të gjitha hartat që rrëthojnë 1047 në duket është gjatësia kufirit malit zi. Gjithë vijen kufitaret malit zi. Ama gjithë vijen kufitaret malit zi. Pastaj kemi punuar diçka tjetër. Kemi marrë për disa vendeve fqinje të malit zi. Edhe vijat e kufive zyrtar të atyre shteteve, të Serbisë, të Kosovës, të Shqipërisë, të Kroacisë. Për të mujt me po mos mali zi ka bu diçka. Dhe gjitha ato përputhen njëra me tjetrën. Gabimi është minimal. Çka kemi arrit rezultat? E kjo është pak më tepër tash shkencore. Është dashur gjithë materialin ta kthejmë në aktet ligjore ose sipas akteve ligjore për matjen e territorit, për përpunimin e hartave etj. Të periudhës 1945-1988. Dhe dashur me kthy atje. E atëherë ka pas diçka, gjë tash e din, mund dikush me thonë profesor, si ja ke qelluar, si ja ke qelluar. Ka qenë projekcion i caktuar, sepse toka është në formë sferike. Aja do të më kthyn rrafsh, për më kthyn rrafsh do të projekcione kartografike. Kemi shfrytzuar projekcionin e kohës, që është transfer mercator. Kemi shfrytzu pastaj elipsoidin e Besellit. Tani ma vonë është GRS-ja dhe e të rësët të non, që po elipsoidi, nuk ka ndallim me zveti këto, po Beselli ka qenë i pari dhe kur janë do hartat, janë do delimitimet e tjera ka qenë Beselli, e kemi kthy në Besell. Kemi marrë datumin e caktuar, e tha dhe profesori shpëtim, kemi marrë shkallën e deformimit, është një shkallë e deformimit që lejon, ta zonë po e marrëm shembull, nëse në Prishtinë ki 1 hektar, tokë, largosh për meridionit qendror, këto është meridionit qendror 18 për malin e zi, 21 është për Kosovën, kur shkon në tepe, ai mund të bë 1 hektare një ari, 1 hektare gjysari, domethënë ai automatikisht rritet. E kemi marrë atë shkallë, e kemi reduktuar, e kemi bërë sipas shkencës, tipik kështu që mos mendoni gjë të tillë. Dhe pastaj kemi bërë kalkulimet. Për burimin dhe verifikimin e hartave, tham kemi marrë hartat e malit zi, ju të tjerët mund të hynin në geoportal. E merrni hartën tonë, shtini në geoportal, nuk lëviz as pak.
që mos me thonë me shkuve se gabim është për ta që përthoj me metra, centimetra, jo, në hapësirë për të matësh, ka gabime me metra, centimetra, ka gabime më të maja. Pastaj është numri madh i pikave, nuk di dikush a ka kriju ende ndonjë kufe të shtetit vetë me masinë e molit zi apo të Kosovës me 54.000 pika. 54.000 pika ka 1 sekond një pik, 54.000 sekonda. Mos flasim se për secilin pik nevojitet 15 sekonda. Sa kohë dvyn vetëm për me pas pikat. Pastaj kemi marrë hartat me shkallë 1.25.000 dhe kufirin e Kosovës me molin e zi, si pas delimitimit pare kemi bo për i hartave 1.50.000, se kemi desht me qenë sa ma të sakt dhe me pa kosh dalimi. E kuqja, ose pjesa e kuqe që është, në anën e djathtë të pjesës e kuqe, e keni një vit e zezë që prezenton vijen si pas delimitimit 2015, ndërsa në anën e majtë, si është dasht me konë si pas delimitimit të vitit 1945. Kër e kemi motë si përfaqen, e kemi për logarit, në ka dalë që moli zi ka si pas gjitha këtyne regullave shkencore, për që regulla shkencore se regulla shkencore, 13.882 km². Pik 44, ato veç janë kompjuteri që ka qitë, sepse nga ndonjëherë mund të gabaj. Nëse moli zi gjithmoni ka pas 13.812 km², del që moli zi porritet për 70 km². Dikush mund të akuzoj, po ju keni thot gjithmonë, s'keni konsistent 82 km². Nëse po e shifni me dverë nalt, nëse këto dy vendbanime që ju kanë shkput molit zi, e në bon në një vendbanim, janë kodrinore malore, nuk janë të maje, dikon rrët 11 km². Varët që e digitalizën edhe ma. Nëse ato vendbanime jalen molit zi, kër ju ka do teritori, kër ju ka do hisja molit zi, del që molit zi porritet për 82 km². Sakte keni të qenu në dikon 81 km e 600 hektarë. Thonë, pa e ditë fare, kër kemi dhonë shifrën e 82 km² për Kosovën, pa e motë molin e zi fare, në rezultate të reja për në del që ja kemi qëlluaj. Ja kemi qëllu që moli zi porritet për 82 km². Ju lutëm. Që të jemi të sakt në shkencë, ju lutëm. Ju lutëm i shpak. Lutëm i shpak. Që të jemi të hapur për gjithë shkencëtarët e botës, jo vetëm për të Kosovës, që të matin me këto pika, dhe të vinë të rezultatet e njëta, kemi thonë gjitha elementet atje. Në anën e djathtë, në anën e majtë juve, kemi shkruhe, hartat dhe llogarit janë bone programet aplikative kompjuterike që përdoren në shkencën e gjeografisë dhe në shkencën e gjeodezisë e tjera në gjithë botën. Me ArcGIS, QGIS, Global Mapper, MapInfo dhe shumë të tjera. Dhe ja kemi dho vetës një tolerancë, nuk është e saktë, vetë kemi rritë tolerancën. Plus, minus 0,02%, që nuk është a 0,01%, për vetë kemi thonë, me dhonë pak një hapësirë matë mirë të tjerve, që me mujtë me manipulu ma letë me këto shënime. Motja është bërë nga baza hartografike publike, zyrtare, jo zyrtare, jo harta atlase, fletore, harta muri, harta topografike të ndryshme, jo, harta zyrtare të qeverisë së malit të zi. Kemi hek shumë të dhe kemi siguru, ne edhim që kemi hek, së është për të kajtër para opinionit, por i kemi siguru dhe e kemi bo një matje të tjilë. Si kur në pjesën e poshtë me keni, si kur mos të ratifikohet kë demarkacion. Mali zi do të kishte 13.800 km² plus km² që i ka me ato dy vendbanime 13.812 km². Për shkencëtarët, jo për opinionin e gjatë, por për shkencëtarët, pse jo për çështjet qeveritare, nëse do ndikosh m'ia shpjeguar. Kemi përdor teorinë e bulit, një prej teorive më të mira për gjetjen e diferencave hapësinore. Ju kujtohet juve, më në klasën e 3 shkollës fillore ku mësuat, tash më duket të mësojnë klasën e 5-6 dikon, unioni, prerja, diferenca, kjo është teoria e bulit. Vetëm se në shkencë thuhet me anglisht not, XOR, and e tjera tjera. Dhe kur i kemi bë këto dy sipërfaqe, këto dy poligone, me të kaltër të keni Kosovën, me të verdhë keni malin e zi.
me të kuqe e keni kufirin si pas delimitimit 45, me të kaltet e keni kufirin si pas 2015. Kër i kemi fut në teorinë e bulit, dhe i kemi fut në raport në zveti, kemi thot kompjuterit kalkuloj, atër kam zerë kështo. Thot, si pas delimitimit të vitit 1945, shigjeta kuqe të regon, vjen dhe të kufiri i delimitimit 45, Molizit do të duhet i kishtë 13.800 e 12 km/h. Pa thamë edhe herë included, ato dy vendbanimet që i ka atje. Por, me stash po tentohet bët një kufiri, e mund edhe të bëhet, që është e drejtë e deputetëve, me po shka dojnë, nëse bët kufiri ri, Molizi nuk do t'i ketë më 13.812 km/h, do t'i ketë 13.882 km/h. Me projekcione të ndryshme, se ne kemi punu shumë, kemi gjitha këto, me qindra forma, nështë edhe me 1000 forma, mund shkone 13.900, po kjo është aja zyrtarja kur është ndo hisja. Forma, metoda, metodologjia zyrtare kur është ndo hisja e tokave në ish Jugosllavi. Për ndryshe, projekcione tjera që shfrytëzohen, mund dojnë pak ma shumë, pak ma pak, ka që dojnë edhe ma shumë. Varet se shkencëtari cilat të shfrytëzohen, por do të metodologjia me kanë një. Faleminderit. Shkoj 5 minuta. Edhe një, nëse keni dorim edhe një 5 minuta për profesor doktor Zinullah Gludën. Unë po kërkoj falje se mora fjallën në fund dhe ndoshta është edhe durimi juj ka fundi. Kur jam nis këtu, kom llogarit se nuk du me folë, për shkak se relativisht mjaft shumë kom folë dhe kom shkru. Pse për e marrë fjallën më shtyni ky libër, këtu që ju shumë e kini pa, disa e kini lexu, ose fragmente nga ky libër kini ndigju. Ky është i rëndësishëm, për shkak se në këtë libër është një tekst cilin e kanë hartu dy ndër personat që bojnë presionin më të madh mbi këtë popull që një kohë shumë gjatë e sidomos gjatë këtyre ditëve ose javëve të fundit. Ky popull është dvu para një presioni cilin unë kur s'ko mujt me imagjinu. Cilit i thuhet, ju mund zgjedhni, a doni kancerin, a doni siden. Po kërkoj falje, edhe është shqyqër që tash këto relativisht mund të mjekohen. Po këti popullit kjo zgjedhje i japet, sikur se në kohën e inkvizicionit, kur është thonë se Zoti nuk e ka në qejf derdhjen e gjakut, po me katar duhet mi mbyt. Qysh mi mbyt e me knaq Zotin, tha mi qitë në turdruve. Edhe neve tash na thojnë, doni liberalizimin, edhe këto me një paftyrësi çfarë unë në literaturë vetëm 2 herë gjatë historisë kom pa. Hekeni dorë prej teritorit. E doni teritorin, nuk e keni liberalizimin. Këta dy që bojnë presionin më të madh. Në këtë libër që është botu në vitin 2011, do me thonë, është pas 45-shit, pas 74-shit, pas projektit Atisarit, pas marrëveshjes Kumanovës, pas shpalljes pavarësisë, edhe mundet mu një papund. Shkruan tekstualisht në pjesën veri perëndimore, Kosova kufizohet me Republikën e Malit Zi. Linja kufitare ka gjatësinë rreth 78,6 kilometra. Nga 3 kufiri Kosovë, Mali Zi, Sërbi. Shqipëri. Është edhe Sërbi. Është Kosovë, Mali Zi, Sërbi. Kjo është me Malin e Zi. Linja kufitare shtrihet në përkotat e larta të bjeshkëve të Nemuna. Linja kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit Zi prehet me 2 arterje rrugore automobilistike në qafë kull, 1795 metra, dhe Qakor, kjo është qafa e Qakorit, 1849, në gjitha hartat e kini, që trajtohet si njëra ndër qafat më të larta malore në Ballkan. Këtë publikim që është, unë besoj publikimi më reprezentativ që ka bo një shtëpi
që në vende normale është tempull i dijes, i shkencës edhe tempull nga drejtohet populli. Ka një redaksi. Redaksia i ka ma shumë emna, 8 emna. I pari nga këta është akademik Hivzi Islami Gjeograf. I treti nga këta është antari korespondenti Akademisë Shkencave të Arteve Kosovës Isa Mustafa, ekonomist. Nëse këta kanë shkru, e kjo tash është që gjithë bota mundet me pa, këta i kanë bërsh këti popullit me thonë se ose kanë gënyu kur kanë shkru këtu, ose sot jojnë të thonë diçka që është e vërtet. Ose munden me thonë ato që unë e di nga drejta ndërkombëtare për mi zhvlefcu deklaratat, veprimet e tjerve, e kom bo për shkak se kom qeni kërcnum. Edhe ajo merret ndonjëherë si arsy për me shfajsu. E kom bo për shkak se kom qenë lajthim, e kom bo se më kanë mashtru, e kom bo se ka qenë pyetje korupcioni. Këto duhet me thonë, jo me vum popullin në kësi situata që unë e besoj, me qenë se kom ma shumë vjetë, në bajmen, unë e gati kur njëherë nuk kom pa ky popull në këtë mënyrë, edhe nga njerëz të vetë, tjetër ka qenë do kohë, ka ndodhë plot shka, të këqija, po kanë qenë të kalkulume se duhet mi llogaritë dhe jojnë pritshme. Po kërkoj falje se ju mora disa minuta, po...